Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të asit takojmë vetëm Allah subhanahu wa taala, dhe ati përgjërojmë që të lavdëroj dhe të begoj të bukunit i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjellë. Të ndodh vëllezër, një prej njohjeve më të rëndësishme në jetë, për me mujt njëri me funksionu mirë, qoftë në jetën fetare, po qoftë edhe në jetën e tij në përgjithësi, është me e njoft natyrën njerëzore. Domethënë sa më shumë që e njeh natyrën njerëzore, karakteristikat e njeriut, përparësitë e njeriut, dobësitë e njeriut e kështu me radhë, çaq më mirë mundesh me funksionu në jetë. Për shembull, natyrë njerëzore është fjala bie për shembull ndryshimi gradual. Domethënë që njeriu gradualisht ndryshon, qoftë për mirë, qoftë për keq, po qoftë domethënë aftësimi i tij, qoftë ndërtimi i tij e kështu me radhë, domethënë përgjithësi nëse e merr si rregull që ndryshimi gradual është veçantia e njeriut, me një farë forme kemi funksionu më mirë në raportet e tua dhe në synimet e tua domethënë të jetës, e sidomos madje kjo vlen edhe në fetari. Për shembull shpesh njerëzit në fetari kanë ngecje për arsye se nuk mundën me kuptuar ç'ket koncept. Njeriut i duhet një ndryshim domethënë gradual me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po ndoshta edhe synimet e jetës. Për shembull njerëzit shpesh ngarkohen për synimet e jetës nga që dojmë i bëhet gjonat për një natë. Por realisht thjesht veç e pranon që bëhen me kohë gradualisht edhe domethënë e te kalon ndryshe. Sigurisht për shembull, njohja e natyrës njerëzore për shembull me kuptuar që është pjesë e natyrës përplasja e arsyes me epshin. Domethënë ti je ose ngjarja jote e jetës është varësisht përplasjes edhe kush po dominon, a arsyeja apo epshi. Domethënë shumë përcaktime të jetës nuk janë përcaktime shka beson, po është përcaktimi kush ka dominuar ti, arsyeja apo domethënë epshi. Dhe ti këtë dosh me marr si natyrë njerëzore. Çka të përplasje mos me marr thjesht si moment, po me marr si domethënë natyrë e cila ka më të shoqëruar. Një pjesë e natyrës njerëzore që është thelbi i kësaj ligjërate është domethënë skllavëria e njeriut për Allahun subhanahu wa taala. Mund të qeni të robi Allahut subhanahu wa taala, kjo pjesë e natyrës së njeriut. Allahu çashtu e ka bëu njeriun të jetë rob edhe skllav i Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po ekziston edhe diçka. Te pjesa e natyrës njerëzore ekziston prirja e njeriut për skllavëritë e tjera. Prirja e njeriut për skllavëritë e tjera. Saktësisht. Ndodhin shumë prirje tua në jetë. Prirje, dashni, pasion, fiksim, familiarizim që mas mramti përfundojnë skllavëri. Domethënë, tu ka fiksu diçka në kry, ose je lidh fuqishëm me diçka, ose je dashuru fuqishëm me diçka. Ti i thu kësaj dashni, ai tjetri i thot pasion, ai tjetri i thot fiksim, ai tjetri i thot zakon. Na në situata të caktuara kësaj i thomi skllavëri e kohët, mirë po jo vetëm kaq. Skllavëri poshtruese. Skllavëri që të hub vlerën. Skllavëri që të çnjerëzon. Skllavëri që ti hub vlerat më themelore ty si njeri dhe si rob i Allahut subhanahu wa taala. Sidomos që këto skllavëri që ne po i quajmë të kota dhe poshtruese, të dobësojnë, qoftë në raport me Allahun, qoftë në raport me vetveten. Një njeri i cili është sklav i epshit, një njeri i cili është sklav i lakmisë, është njeri i dopt. A nëse neve na do këtë njeri Zoti? A nëse neve na do këtë thonë, "Non sponale të punuar të mbledh dhe kam milon shumë pasuni e vladëve kështu." Ai është njeri i dopt. Sa ai nuk e sundon vetveten. Ai është sklav i dikujt tjetër, zotëriu i cili e sundon atë është lakmia. Ose përveç që e dobësojnë, ja prishin skllavërinë që ka ndaj Allahut. Domethënë ubudien e tij, robërinë e tij që ka ndaj Allahut, domethënë këtij i gërvishet, i dobësohet të mendje mund ata më shkatror. E treta, kush ka skllavëri të kohët për dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala, pa shybe, pa dyshim, edhe me plot gojë thomi, ai nuk është i lumtur. S'mund të mund njëri i lumtur i cili është rob i diçka tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. S'mund të mund i lumtur robi i dinarit. S'mund të mund i lumtur robi i epsheve. S'mund të mund robi i zakoneve dhe i llafeve të njerëzve mund i lumtur. Edhe nëse neve na duket, edhe nëse ne mendojmë që domethënë sukseset e tij përbëjnë domethënë lumturi, edhe mbi gjitha skllavëria të dikush tjetër krahas Allahut ta prish renin e jetës. Ta prish renin e jetës. Ndaj me lenin Allah subhanahu wa taala, sonte komi trajtuar inshallah diku 5, nëse zgaboj në shifër, 5 skllavëri të kota, ama që janë poshtruese. Domethënë që ta hupin vlerën, të nënçmojnë. Nëse ti i ke një jetë, ti je i nënçmuar. Edhe ku po them nëse i ke një jetë, domethënë jam shumë të pas konsiderat. Kushdo që ngon këtë ligjërat, duhet mi hap vesh edhe me ndëgju me vëmendje nëse është sklav i dikujt tjetër krahas Allahut. Sepse shpesh kur flasim na për skllavëri të tjera, të njerëzve të devijuar, shpesh
nismu nga fakti që na të udhëzuar dhe thonë ky s'është mohabet për neve. Jo, çka kemi trajtuar sonte. Me gjas shumë për neve mund të kon potencialisht domethënë rob dikujt tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala. Fatkeqësisht mund të na poçy, mund të mos na poçy, por argumentet e bojnë e flasin edhe e doftojnë diçka të tillë. Mirë, po kisha pas dëshirë me bani thirrje. Trajtesën që kena me dëgju. Tan kohën me anejtë në mendje fjala skllavëri të poshtrimit. Domethënë, e vërtetove që e ki dijet që je i poshtrum. Poshtrimi atë ka në kulm, a ka me të qitë në tokë një ditë, ajo punë mundet me pas shtyme, por nuk ka domethënën të shmangur. Që i bie, kush e ka që kësë njënë për këtune skllavërive që këna me përmen, është njeri në nëshmum, është njeri poshtrum, edhe lavdijen që e ka, robi Allahut kë nuk e ka. Madhështijen edhe krenarien edhe plotësin që e ka një njeri që është rob veç i Allahut, dhe i kërkuj tjetër, kë nuk e ka. Cilat janë këto skllavëri? Skllavëria e parë është, skllavëria e poshtrimit është pasimi i epshit. Na i thomi pasimi i epshit, i thomi pasimi i hawas, pasimi i nefsit, pasimi i egos, pasimi i qefeve. Amo kjo robni. Më hanë ti kur vesh shkon mas qefeve tua, ti e rob, ti e sklav, ti do më hanë je i lidh. Ti nglon e keqe, që shto realiteti. Më hanë njeri cili gjithë farë qefi që i ven mene, du të me e bon. Ose, ka të mira materiale edhe me ato të mira materiale nuk menon diçka tjetër, veç qysh me e shiu ma shumë jetën edhe që me bo ma shumë qefe. Kjo sklav edhe nëse i fal 5 vakte. Kjo rob i qefeve edhe nëse do më thonën nuk i ik namazin i natës. Kjo edhe kjo që ka hijab, po është qaq e fiksum, mas epshve, mas qefe, mas dëshira, mas egos, më hon kjo rob, a kjo së rahat. Ndaj, Allah subhanahu wa ta'ala, ne ka prun Kur'an, konceptin e skllavërisë tek epshit si skllavëri që bie ndesh me skllavërin për Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe pse, keni vëmendjen, që kjo pasimi i qefit, pasimi i dëshirave, pasimi i pasionit tënd, neve na trumbetohet si liri, po kjo nuk është liri. Domethënë ti kur je i lirë me bosh ka dush, edhe kur je i lirë mu knaqën në pa kufi, ti nuk je i lirë, ti je rob, sepse njeriu i cili ka qefët pa kufi është rob. Ndërka është njeri i cili ka qefët me karar, i ka qefët me mas, i ka qefët me ekuilibër, ajo është domethënë njeri normal. Njeri i cili ka qefët domethënë në pa kufi është rob. Dhe fatkeqësia është se ky qef pa kufi ju ka hiq muslimanëve tash. Muslimanët sot menojnë që veç do të më konë senet haram. Si të janë halal, këtë janë në rregull, nuk është e vërtet. Sepse ka zhytje të tepruar në halal që ty të banë rob qefeve. Të banë rob domethënë të dëshira dhe ti pastaj e hub domethënë ekuilibrin domethënë në jetë. Thot Allah subhanahu: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah." Dije ti o profet, se nëse njerëzit nuk vinë me të ndjek ty, nuk e ndjekin shpalljen, dije se ata kanë me ndjek epshin e tyne. Allahu këtu po i nxjerr dy paralele. Domethënë, po e nxjerr si antagonizëm. Ja ki me të ndjek shpalljen, ja ki me ndjek epshin. Mirë, po më njëherë pja e emrin ndjekjes së epshit. Dhe ka më të devijum, ka më të hupt. A ka njëri më që se më jashtë vijës normale, se sa një njeri i cili është duke ndjek epshin e tij dhe jo domethënë udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Çka ndodh tash? Nis që ky devijim, se kjo realisht është devijim. Po e ripërsëris, ndjekja e epshit, edhe dhënia pas epsheve, edhe domethënë zhytja në qefe, edhe vrapimi mas dëshirave është formë për formën të devimit. Ku përfundon mas pramti? Thot Allah te baraka ve taala: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm." Thot ai i cili epshin e vet, qefet e veta, dëshirat e veta i ka marrë për Zot krahas Allahut. Ai edhe thot Allahu e ka deviju, e ka largu pi udhës edhe pse ky ka dije. Domthon ky nuk ka çes dikur gjë. Ky mund të mund edhe i dersave. Çfarë thot? E ka morën epshin e tij për Zot krahas Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, faman yahdihi min ba'dillah." Edhe Allah ja ka vulos zemrën, edhe ja ka vulos dëgjimin, edhe i ka vë perde, thot Allah te baraka wa taala në sy. Kush ka me udhëzu këtë pas Allahut? Nëse Allahu s'ka udhëzimin, kush ka me të udhëzu? Domthon, Allahu te baraka wa taala po nxjerr si pyetje, kush ka me të pruti nudhe, masi e bën domthon robi e epshit tan, i qefave tua. Kush ka me të pruti nudhe përveç Allah subhanahu wa taala. Ndaj Shënën ibn Abi Shejbe, si dhe të tjerë se Hasan al-Basriu kur e ka recituar këtë ajet, ai ki po ata të cilët e kanë marrë epshin, qefat e tyre i kanë marrë për Zot krahas Allahut, thot:
është personi i cili la yahwa shay'an illa tabi'a. Sa herë që i vjen një qef, shkon mas atij qefi. Që kjo është rob i qefeve. Nuk është domosdoshmërisht që ballafaqohet ky veç me harame. Domethënë, nëse cili do qef që të vjen mene, ti smat me ahiret, smat me burrni, smat me fytyrë, smat me rend, smat me familje, smat me shkon më e mirë, Hasan Basri po thotë që ky hin që këtë farenin e këtij i cili e ka marrën domethënë epshin edhe qefet e tij për Zot krahas Allahu subhanahu wa taala. Sikur se e shënon Abd ibn Humeidi, se Hasan Basriu kur është pyet, "A fi ahli al-qiblati shirk?" A mundë të njerëz të kiblës me pas shirk? A mundë të njerëz të xhamisë me pas shirk? I thot, po. Hasan Basri thot, mundë të njerëz të kiblës me pas shirk. Thot, qysh? Thot, inal mushrika yasjud lish-shamsi wal-qamari min dunillah. Ai mushriki shasht, ai mushriki klasik, ai idhujtari klasik, thot i bën sejdë, thot dillit edhe honës. Thot wa inal munafiq abdu hawa. Ndërka që ai dyftyrshi, sa dyftyrshat janë shpesh në për safat e xhamisë. Thot ai dyftyrshi thot është rob i epsheve të tij. Ndaj Sheikh Tarifi, Allahu e liroft dhe e largohet brengat, thot skllavëria më e rrezikshme është skllavëria e epshit. Skllavëria e epshit. Thot sepse shumë njerëz, keni vëmendjen, thot janë të lirë dhe nuk janë sklavër të statujave, nuk janë sklavër të putave, nuk janë sklavër të idoleve, po janë sklavër të ideve të tyne. Janë sklavër të ideve të tyne. Thot ata thot shkojnë bojnë tavaf rreth idhujve, ky bën tavaf rreth epsheve të veta. Domthon ka ta sillë epshi që aty është. Domthon ku e kiti domethënë në sklavërinë të qefet e tua. Edhe të menon që na alhamdulillah na s'kena shirk se domethënë ai na ket në rregull, na nuk kena adhurime të varrave, na nuk kemi adhurime të idhujve. Jo, idetë e tua dhe qefet e tua kanë kaluar në idhuj. Edhe kjo nuk është e rrallë, kjo është shumë e shpesh domethënë në kohën e sotit. Ndaj domethënë kjo e epshit është pjesë sklavërive më të poshtruese dhe më të poshtra edhe më të rrezikshme, po më e keqja që në mesin e muslimanëve ka filluar të zëvën si diçka normale, si diçka që po i bëjmë familjet e tona më të lumtura, si diçka që na po japim kuptim jetës, të janë të mirat Allahut po e shijojmë jetën, apo? Mirë, po nuk kena të ditë se kjo është duke na dobësu skllavërinë tonë për Allahun subhanahu wa taala. Skllavëria e dytë që të poshtron, nënçmon, të bën njëri të pavlerë, është bindja ndaj të tjerëve duke i mëkatuar Allahut. Bindja ndaj të tjerëve duke i bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Bindja ndaj prirësve, bindja ndaj dietarëve, bindja ndaj elitave, bindja ndaj familjes, ndaj bashkëshortës, ndaj bashkëshortit, edhe domthon ndaj shoqënisë. Me i thon tash gjithë secilit për juve, për shembull çdo. Ti e robi llafeve të hallkut. Me çef kish mi pas dashim të thonë jo nuk është, mos më nënçmo. Apo? Ose ti je rob i llafeve të kushtereve tu, edhe i tezakëve tu, edhe i familjarëve tu. Me çef kish jo, na jena njerëz të formum, na jena njerëz qytetrum, na përcaktojmë vetë jetën tonë çka bojmë, na nuk na intereson shumë çka thonë të tjerët tek kështu radhë. Ndërkaq sa herë ti je zbraps prej hakut, sa herë je zbraps prej të vërtetës, tu mot me hallk. Sa herë një pjesë të madhe fetarisë e kilon anësh se çysh kanë me pranu këta të tjerë, çka kanë me thonë këta të tjerë, nëse unë e shpërfaqe këtë, çka më reflektuar në këtë rreth e kështu me radhë. Me farë formë ti nuk je çash i lirë sa je te jamajtën, që je i lirë. Je koxha robi i të tjerëve. Ndaj është shumë e rëndësishme me kuptuni diçka. Nëse përcaktimet e tua janë tuat. Nëse përcaktimet e tua janë tuat. Qysh mundesh me e vërtetu që janë tuat? Qysh mundesh me vërtetu që janë tuat, ndërkaq domethënë ti je peng i vlerësimeve të tjerëve, je peng i traditave të tjera, je peng i kujtesave të tjerëve, je peng i i shkallëzimit në cënë shkallë po të qesin këta dhe ku po të vlerësojnë ata tjerët. Keni vëmendje çto. Xheneti dhe xhenemi është rezultati përfundimtar i përcaktimeve tona. Përcaktohemu saktë e kena xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Përcaktohemu gabim, rrezikohemu me xhenemin e Allah subhanahu wa taala. Nëse funi i jetës tonë edhe i përcaktimeve tona o xheneti ose xhenemi vetë na e paguami, vetë na e fitojmë. Atëherë çu mos më kon e sotmja liria e plot që na vetëm u përcaktu tek haku, mu përcaktu tek ubudia për Allahun subhanahu wa taala, mu përcaktu tek vërteta që në pohon Kurani dhe Suneti
i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah te baraka taala thot kështu. Na tregon për xhenemlit. Keni vëmendjen? Kjo është narrativ kuranor për banorët e zjarrit thot. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. O Zot, na i kena ndjek elitat, na i kena ndjek njerëz të mëdhaj, na i kena ndjek, domethënë, prijesit e tonë, kena ndjek njerëz më me peshë në shoqërinë tonë, edhe ata neve na largun pi udhës. Ata na largun pi udhës. Rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. O Zot, çtyne shka na i kena ndjek, jepja dy fesh dënimin edhe mallkoj me mallkim të madh. Allah subhanahu wa taala po na kallzon atë far pendesën edhe keqardhjen edhe thymjen e këtyre në xhenem, mirë po pa amnisti. Domthon kjo nuk është justifikim ditën e gjykimit. Domthon o Zot na kena shku që shukon elita e shoqënisë, që shukonën rrethit, që janë konën shoqënia kështu me radhë që kanë dominu, apo kjo nuk është amnisti. Ti thuaj jepja dënimin dy fesh, apo mallkoj ditën e gjykimit. A moralisht ti në xhenem je. Si e përcaktu gabim me një kohë kur u dosh më përcaktu, më kon sklavi i Allahut, jo sklavi i njerëzve. Më kon robi i Allahut, jo robi i rrethit edhe i shoqënisë, edhe i familjes, edhe i fisit, edhe i mahallës, edhe kujt pas, domethënë pas tyne. Ndaj, a amnistohen këta në ditën e gjykimit? Jo, pse janë përcaktuar gabim te çështja e sllavarisë. U dosh më kon skllavër të Allahut dhe jo dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po keni vëmendje këtu. Dikush ndoshta kur e ngon se kjo thotë, alhamdulillah na nuk kena fjala bie për shkak pengi subjekteve politike ose nuk kemi pengi pushtetit, edhe rrëdhëmisht ky ajet ndoshta nuk na përfshin neve kush e di se sa. Keni vëmendjen. Shumica familje muslimane sot janë pre edhe gjah i shtresave të pasura të shoqënisë që ja ka prish muslimanit sot prioritetin e fetarisë. Domethënë, njerëz të pasur me luksin e tyre, me qefet e tyre, me imagjinatat e tyre të rrajshme që ja kanë gjetë renin kësaj jete, shumicës së shoqënisë u kanë krijuar fiksimet e kota që mu bosi ata. Mu bosi ata. Domethënë, sot për një musliman nuk është fiksim më shpejt me bo haxhe. Sot për një musliman është fiksim më shpejt, domethënë mos me dallu në standard kur gjopi tjerëve. Apo? Domethënë ai kena shtin pazarë dhe farzat e mëdha të Islamit që janë shtyllat e fesë Allahut. Për shkak për luks. Thot Allah subhanahu. Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Thot sa herë që na kena dërguar ai pejgamber. Thot Allah azza wa jall. Sa herë që na dërguar me një katon, me një vend, një pejgamber, njerëz të pasur, njerëz të luksit ju kanë thonë davetxhive, na i kena gjetë njerëz të ton, baballarët e ton, çfarë kërkojnë? Nuk janë kanë prindët e ton çka çajini të foljo. Kështu që na do mi migrat që kena gjetë ata. Pse Allah subhanahu wa taala po përmend njerëz të luksit? Pse na duhet neve çky detaj këtu në këtë ajet? Pse Allah s'po thot për shembull elitat e popullit? Pse s'po thot për shembull paria e popullit? Po përmend njerëz e luksit. Sepse njerëz e luksit shpesh din me o fiksu njerëzve se këta e din renin e jetës. Kështu që këta janë shembulli. Edhe tu dashti me shku mas këtyne, e hu prenin mi ndjek pejgambert. Tani ndjek çeta njerëz. Tash janë dy narrativa. Ja kemi ndjek pejgambert, ja çeta njerëz të luksit sipas këtyre ajete, sipas këtij ajeti. Thot Allah subhanahu pastaj na ka dhënë realitetin ku përfundon mas pronti me rezultat që kjo punë. Thot Allah taala: "Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Thot kur na domi me shkatërru një popull. A kena doni garantë që Allahu s'do më na shkatërron neve? Thot kur ne duam ta shkatërrojmë një popull, i bojmë njerëz e luksit në çatë vend, mu dhon mas gjunave, mu dhon mas epsheve, mu dhon mas punëve të poshtra, me bë fisk, e pastaj na ja ubimi dënimin edhe i shkatërromi krejt. Domthon, këta njerëz të luksit të janë rrezik me në ardh dënimi i Allahut, jo këta mu bë shembulltyr. Jo në renin e jetës, prioritetet e jetës mi orientuar mbas tyne. Është i qartë. Domethënë se çka ideja që veç do të më kon halal, të muslimanët e ka eliminu një konceptin e zuhdit. Apo? E ka eliminu, sikur nuk është pjesë e fesë. Ndërkaq, zuhdi është pjesë, jo vetëm që është pjesë e fesë, është pjesë prej pjesëve ma fisnike që e liron robin për skllavërisë, domethënë së kësaj dunjoje. E mos flasim më situatat më kritike ku pastaj vën edhe halalin e prishin njerëz, i thonë halal veç ka i thonë çta njerëz të mëdhaj, ose që na njerëz me pozitë, edhe haram
i thojnë haram veç këta shej thojnë, apo jo shej thot Kurani dhe Suneti, ama s'mund të përfundojnë edhe në shirkun e qartë dhe kufrin e gjatë, mirë po nuk do më xhanu shkaku i kohës. Sllavaria e tretë është sllavaria e dinarit dhe dirhemit. A ka rob të parës? Po ka rob të parës. A ka njerëz që krahas Allahut e kanë zot dinarin e dirhemin? Po ka. A ka gjas kuti mos mi kur namazi? Po ka gjas mos mi kur namazi. Ka gjas më kanë njëri i xhamis, edhe më kanë robi dinarit dhe i dirhemit. Shënoni Imam Buhariu për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ta'isa abdud dinari wa abdud dirham." I pafat edhe i mjerët koft robi dinarit dhe i dirhemit. Robi arit dhe i argjendit. Thot wa abdul khamisati. Po edhe robi i khamisës, lloj, model, mark e asaj kohe e veshjes. Po ka vllazni, ka motra, janë robër dhe robresha të markave dhe të brendeve. Më thonë, si ta veshin i brenda i njët mirë. Si të veshët pak ma dobët, ai nuk e i lumtur. Ai nuk e ka lumturinë e ka falë namazin e sabajt në kohë. Nuk e ka që ati lumturinë. Në thonë, i ik namazin e sabajt edhe veshtot e staghfirullah. Që ka që krynë? A mu i prishet dita, me bo mos më kona mu vesh mirë, do më thonë me brendat e kohës, ose ka mu taku dikun, kam ju vrej, do më thonë me shka o vesh. Pas ka qësi. Nëse Rasullullah atëherë ka kazu që ka, do më thonë sot, pa dyshim që ka dhe ma shumë. Qoft i palumtur, i mjerë, ai i cili është robi i dinarit, i dirhemit edhe i brendeve të veshjes. Thot inu ati radi wa in lam yu'ta sakhit. Cili është ky? Thot ai i cili po i erdhën të mirat e dynjas, kjo i lumtur. Po si u dhan të mirat, ky hidhrohet. Ta'isa wa antakas. Qoft i palumtur e kur mos u ratoft. Thot wa idha shika falan taqash. E nëse gërvishet, ka në isprov njët, kur mos u ratoft. Tuba li abdin akhidhin bi inani farasihi fi sabilillah. Lum për një rob i cili ka kapën frenat e kuajve në rrugt Allahut. Ash'atha ra'suhu mughbarratun qadama. I shprishur thot të flokët e tij edhe i plurosur të këmbët e tij. In kana fi al-hirasati kana fi al-hirasa wa in kana fi saqati kana fi saqa. Edhe me qit përpara, edhe me qit në fund të ushtrisë muslimane, kudo kohë ajo është i pari. Ai nuk zgjedh. Mukanën për mi shërbi fejës Allah subhanahu wa ta'ala. Thot, in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in shafa'a lam yushaffa. Edhe me bo me lyp leje, po një punë nuk i jepet leje, po edhe me ndërmjetësu nuk i shkon Allah fikurkon. Se ky nuk ka temat me dynjën, kjo temat me Allah. A kom vlera, japim përparësi, am qesin kryt venit, as qesin, nuk ka temat me dinar, me dirham, po as me pozit, e as me kur gjë, domethënë tjetër. Keni vëmendje ndër vëllezër. Po du me përmend një rast që besoj e keni dëgjuar krejt. Po thjesht vesh me krahasu, domethënë a e kanë fëmijët e ton, a e kanë gjenerata në ardhje, a e kanë brezi jon, a e ka çka rreth jon çka të burrni, edhe çka të liri që mos më kon sklav i dinarit të dirhemit. Abdullah ibn Urayqit al-Laythi. Kush është ky emër? Është ai mushriku i cili e ka udhëzu dhe ka pri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe Abu Bekrin prej Mekë në Medinë gjatë hijretit. Shumica e dietarëve këmbgulin që ky nuk u bë musliman kurr. Nuk është bë musliman kurr. Aleikum selam. Çka ka ndodhur me këtë person? Kur Abdullahu e ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka marrën Abu Bekrin në një kontratë për me ia kallzu udhën e hijretit. Ka dalë lajmi që kush e di ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kaq problem, domethënë nga momenti në moment për njerit më të varfër më bën njëri më i pasur. Vesh me armë kallzu ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta mushrikët e Mekës, pse kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Për arsye të kauzës fetare, apo? Nësën fe u kon Abdullah ibn Urayqit. U kon fenë e mushrikëve. Shtrot pyetja. A ka mujt ky me thonën ashtu përputhet interesi material me dogmën e tyne, me akiden e tyne. Të dy janë mushrik, këta për lypin armikun e shirkut me luftu, edhe me shku me kallzu, me thonë unë kom bë kontratë sonte çka orë kena më nis. Unë kom bë kontratë, kom ja kallzu ullën deri në Medinë. Abdullah ibn Urayqit, pse se ka bo? Sa i ka mujt më konën rob i idhujve. Ama rob i dinarit s'u kon. Atit më konë rob i Allahut. E më konë rob i dinarit, ku është dhe më thonën ekuacioni? A pe kuptojnë filozofin? Dhe më thonë e ju konë mushrik, edhe s'ka dalë me trahtu me thonën mu kom interes. Mas mëram t'i bëhat fjallë për interes të mi. Jo, ka thonë kjo so burni. Ama dikush të so burni. Let mund të me thonë të soburnia i cili së është robi dinarit edhe i dirhemit. Let. E imagino sot një musliman,
është gjendje me rreziku namazin e vet për punë. Është gjendje me rreziku hijabin e saj për punë. Është gjendje me rreziku farzat e mëdha të Islamit për karrierë. Është gjendje me hinë gjinoja të mëdha për karrierë. Është gjendje me shkel shumë kufi të Allahut azza wa jall për karrierë. Edhe më shumë ti këto të jam robi Allahut. Alhamdulillah që robi Allahut. Veç a je i gatshëm të thonë që jam rob i dinarit edhe i dirhemit, veç në një gjendje më të keqe se sa çka mushriki i Mekës. Në një gjendje më të keqe se sa çka mushriki i Mekës, se ky më shumë ti s'ka dash mi shkel kufit e burrnies, aty pi shkel kufit e Allah subhanahu wa taala. Pi shkel kufit e Allah te bareke wa taala. E katërta, skllavëria e katërt, e cila është skllavëria e poshtrimit edhe përbuzjes, e që fatkeqësisht kush ka shpëtuar këtë. Është skllavëria e adeteve dhe zakoneve. Veni zakon, veni adet, ti e ditë qartë se që e bën dash me fen Allah subhanahu wa taala. E ditë qartë se që bën dash me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A mund as zakon e kena çto? Në katunin ton çto është adeti. Në familjen ton çto e kena pasur gjithherë. Edhe ti je i lirë me dal pikë kësaj, si je sklav. Apo? Tash mundet me tingëllu keq, po ç'i kjo është? Mund ti kur e di se ç'i ky zakon, ç'i ky adet bën dash, ç'i ky zakon, ç'i ky adet largon pi Allahut, ç'i ky zakon, ç'i ky adet të lidh me dynjan, ç'i ky zakon, ç'i ky adet të zhvesh pi vlerat e Islamit, ç'i ky zakon, ç'i ky adet ja çel derën shumë harameve në shtëpi. Ç'i ky zakon, ç'i ky adet shumë synime të fetarisë shka i ki, domethënë janë të pamundshme nëse ti nuk hek dorë për këtyre zakonave, për këtyre adeteve. Më po njerëzit nuk kanë guzim. Pse nuk kanë guzim? Se sunet e kalon domethënë zinxhirin e robnisë. Si i ka dur të lidhta, i ka kam të lidhta. Është i lidht, se robi është i lidht. Mirë po nuk është i lidh veç ai shka i ka me dur të edhe kam të lidhta me zinxhir. Edhe ky i cili ka zemrën e lidh për kësaj lloj skllavërish, domethënë të kota të adete dhe zakonat të Allah subhanahu, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Hanë don gjithherë u kanë të njerëzit që kjo deklarat. Na çtu i kena gjetën në zakonet e prindve ton, gjyshëve ton, fshatit ton, njerëzve ton, edhe na domi me shku ç'e kanë lënë ata renin. Që kjo kon reni, ç'shtu bë darsmi, edhe na ç'shtu kena me bë. Që kjo reni ç'shtu mirët nusja, edhe na ç'shtu kena me bë. Që kjo kon reni i kësaj pune dhe asaj pune, na kena me ndjek se na frikin an Islam, na nuk mumi gjithçka me ndryshu për natë, ku diun çka, edhe mos promti, thjesht nuk domi me dhonën emrin e vërtet. Emri i vërtet i saj është se ti je rob i adeteve dhe i zakoneve. Amo kjo s'ka hije nëse ti e ki gojën plot që jam rob i Allah subhanahu wa taala. Edhe e pesta dhe me këtë përmbylli është skllavëria e shejtanit. Kur i ki keq këtu, i dinarit, i lakmijes, i qefeve, i epsheve, i zakoneve, i njerëzve, i rrethit, mos mëmti nuk është e largët që bosh edhe sklavi i shejtanit. Nuk është e largët. Për arsye nëse na analizojmë për shembull Ibrahim alayhis salam kur i thot babas vet, ya abati la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. O baba jam, mos u ban adhurues i shejtanit. Se shejtani është rebel ndaj Zotit vet. Tash kur ta analizosh, nëse e merr komplet në kontekstin e ngjarjes së Ibrahimit alayhis salam me babën e vet, e gjen që baba i Ibrahimit alayhis salam ka pasur shumë lidhje me kulturën edhe me zakonet e vendit. Edhe për këtë i ka thonë se ti rrin këtë fe mos u del më publikisht me popullin, kuptimin që po du më distancu prej teje. Ashtu sikur që ndodh shpesh, domethënë, në mesin e ton kur dikush prej vllaznive ulzohet ose do një motor ulzohet, ndoshta prej sfidave kryesore të familjeve të tyre, prej sfidave kryesore të familjeve të tyre është që ideja që çish ka me pranu shoqënia, se këta janë rob të shoqënisë, nuk janë rob të denjtë të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj, nëse ne kishim nisë këtë ligjërat, mos u ban rob i shejtanit. Nuk ish duk që është ligjërim dhe diskurs i rënd. Çish i thuhet muslimanit mos u ban rob i shejtanit. Çish i thuhet një shafalet mos u ban rob i shejtanit. Rob i shejtanit nuk bësh për inat. Njerë bësh i qefeve. Tani ka dalë i dinarit dhe i dirhemit. Tani i rrethit dhe i shoqënisë edhe çka po thojnë njerëz se kështu më thoj. Pastaj i zakoneve dhe i traditave, e mas pronti kur bën këtu këtë bash të mujnë, të urzojnë. Veç ka diçka më e keqja, se këtu ta urzojnë ubudien, skllavrin që ki për Allah. Edhe mas pronti je rob i shumë kujt krahas Allahut. Po më e keqja kur mundesh më kon, mas shumë ti rob i gjithkujt e mas paku rob i Allahut. Mas shumë ti rob i gjithkujt e mas paku rob i Allahut subhanahu wa taala. Keni vëmendje çto? Cila është skena me mas shumë ti për ulje skllavërisë? Është skena e përuljes edhe e rënjes për dhe. Apo? Ma nëse ti kujt i përkulësh, a ka skllavëri më të madh se kjo? Nëse ti kujt i bën sejdë, a ka skllavëri më të madh se kjo?
Realisht na i bëjmë Allahut sejdë. Po sa shpesh ndodh, fizikisht i bëjmë Allahut sejdë. Po me mendje dhe me bindje dhe me zemër jena te dikush tjetër. Ma fiksim e kena a janë razit të tjerët me neve sa është razi Allahu subhanahu wa taala. Atëra ban me diçka, ku është domethënia kësaj sejdë? Ku është domethënia kësaj rukuje? Nëse nuk je rob i denj Allahu subhanahu wa taala. Elos Allahu azza wa jall, me na bëu rob të denj të tij, me na liru për çdo lloj skllavërie, për skllavërive që ekzistojnë, e sidomos për skllavërisë së epshit, edhe dëshirave, edhe dinarit edhe dirhemit, e aq më tepër që në këtë kohë këto lloj skllavërish nuk shihen si skllavëri. Këto shihen si gjëra normale, si zotësi, si mundësi më shumë për familjen, për vetveten, për të ardhmen, edhe shumë pak është matja me ahiret edhe me ubudie për Allahun subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.